Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për gjeopolitikën e parë në rrafshin shqiptar, pra si lidhet gjeopolitika e madhe dhe me Shqipërinë e vogël, por edhe me Ballkanin Perëndimor. Me ne është njohuesi i çështjeve ndërkombëtare, Ruel Domi. Zoti Domi, faleminderit shumë që jeni me ne. Mario, të falenderoj për ftesën, kënaqësi. Ka shumë zhvillime, flitet shumë për një rend të ri botëror, por në cilën ka Shqipëria në këtë rend të ri botëror. Tani në fakt kur bëhet fjalë për ndryshim rendesh botërore, konfigurimi i aleancave është i vështirë për të dalluar në fillim, dhe kjo ka të bëjë me faktin që akoma nuk dihet struktura e rendit botëror dhe sigurisht nuk dihen në cilën anë ose në cilin ka anojnë lojtarët e mëdhenj. Pra është e vështirë të thuhet se ku është Shqipëria në këtë rend të ri botëror, në rast se ne nuk dimë për shembull ku është Bashkimi Evropian në këtë rend të ri botëror. Ai që ne mund të bëjmë sigurisht është supozojmë në bazë të provave që ne kemi deri tani, Shqipëria patjetër është ka objektiv vetin strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian dhe Bashkimi Evropian nuk e do këtë rend të ri botëror, kon rendin e vjetër botëror, rendin multilateral, universalist, liberal demokrat, që kuptohet dominohet nga ligji ndërkombëtar dhe jo nga forca dhe rivaliteti fuqive të mëdha. Kështu në këtë kuadër mund të supozojmë që Shqipëria është në rendin e vjetër botëror dhe këtë rend dëshiron. Nga ana tjetër, sot në fakt po nënshua që edhe Shqipëria dhe Kosova janë mirëpritur në organizatën e re që presidenti Trump ka krijuar, jashtë i quajturi Bordi i Paqes. Dhe në këtë kuadër Shqipëria qartësisht duket në anën e rendit të ri botëror, pra në anën e këtyre institucioneve të reja që po krijohen tani më jo si produkt i ligjit ndërkombëtar, po si konsensus i fuqive të mëdha. Kështu që Mario, është një pyetje shumë e drejtë që ti thon, po është e vështirë për të zbuluar. Ajo çfarë ne mund të themi, mendoj unë, është që një rend i ri botëror, të paktën në mënyrën se unë e lexoj rendin e ri botëror, pra rend sovranist, rajonalist, i dominuar nga fuqitë e mëdha, ai që John Mearsheimer e quajnë might makes right, pra fuqia bën të drejtën, ose ai që Tukididi, një prej geopolitikanëve të parë ndoshta që nga antikiteti grek, e përshkruante me sloganin i forti bën atë që mundet dhe i dobti vuan atë që duhet vuaj. Ky rend i ri botëror kuptohet nëse do ketë këto karakteristika, nuk është shqiptari për Shqipërinë, sepse Shqipëria gjithmonë ka përfituar nga ligji ndërkombëtar, jo vetëm Shqipëria, por edhe faktori shqiptar kanë përfituar gjithmonë nga ligji ndërkombëtar, kanë përfituar gjithmonë nga mbrojtja e NATO-s dhe sigurisht nga të mirat që do të sjellë antarësimi i Shqipërisë në një union pa bariera politike, ekonomike, tregtare, siç është Bashkimi Evropian. Qartë, por teksa shohim Shqipërinë e vogël në këtë arenë të madhe, çfarë roli do të kemi ne? Neve tentojmë të aderojmë në Evropë, në Bashkimin Evropian, që ka një muri shtetesh, por roli ynë do jetë sporadik apo do me thënës në këtë lloj kolapsit të madh që po përjeton bota sot? Mendoj që rol sporadik sepse Shqipëria është një vend mjaft i vogël, gjanë dhe Izraeli është vend i vogël në sipërfaqe, por një superfuqi e lidhjes mesme, se ka armë përfamore, është startup nation, pra është kombi startupeve, dhe është fuqia teknologjikisht më përparua e lidhjes mesme, por kur themi vend i vogël për Shqipërinë, kemi në mendje disa karakteristika. Së pari, ka një ekonomi të vogël. Shqipëria ka një ekonomi prej 26-27 miliardë dollarësh, që është më e vogël se sa më e vogël se sa shumica kompanive të indeksit S&P 500 që tregtohen në bursat amerikane, tregjet e aksioneve të bursave. Ka një buxhet vetor prej 9 miliardë dollarë, që sigurisht është i konsiderueshëm për ne këtu, por është shumë i vogël në krahasim me vendet e tjera. Ka një ushtri thuajse inekzistente, pavarësisht se qeveria aktuale ka ndërmarrë disa hapa të mirë, mendoj unë, marrëveshje me Turqinë, me Izraelin për prodhim armësh, por dhe marrëveshje me Kosovën dhe Kroacinë për mbrojtjen e përbashkët. Por sigurisht ka një ushtri të vogël, dhe nga ana tjetër Shqipëria ka një rol për shkak të këtyre dy faktorëve të parë, ekonomisë të vogël dhe ushtrisë së papërfillshme, ka një rol domosdoshmërisht të vogël edhe në aspektin politik ose gjeopolitik ose diplomatik, sepse roli jot politik varet shumë nga forcat që ti ke. Nga ana tjetër, edhe sikur Shqipëria të mos kishte forcën dhe të kishte ndoshta mendjet e ndritura, mund të kishte një mundësi për të ndikuar, por Shqipëria nuk i ka mendjet e ndritura, sepse siç e tregojnë dhe pikët e PISA-s, Shqipëria është e mbushur me analfabet funksional, që ndjekin shkollat tona, marrin diploma nëpër shkolla, por janë në fakt totalisht analfabet dhe na drejtojnë. Kështu që për shkak të këtyre arsyeve, Shqipëria nuk ka si të ketë një rol të rëndësishëm, do të ketë një rol sporadik, ka lëvizje pavarësisht kritikave që u kanë ndaj kryeministit Rama, po për të dhënë Cezare atë që meriton, ka lëvizje nga zoti Rama për të
ta përfshirë Shqipërinë ndoshta në role mediuese për shembull midis konfliktit Greqi-Turqi apo dhe në raport me atë që po ndodh në Gaza, por për mua janë më shumë manovra politike për t'i hedhur hisy njerëzve se sa tregues i një roli substancial që Shqipëria ka për në diplomacinë e rendit të vjetër botëror, po dhe të rendit të ri që po vjen. Pse po ndodh ky rend i ri botëror? Kishte ardhur koha që ishin pjekur të gjitha kushtet, apo zoti Trump krijoi kushte të reja për të krijuar diçka që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kishin në arenën e madhe ndërkombëtare? Shiko, është një pyetje shumë e drejtë që ti shtron. Pra pse ky rend i ri botëror? Çfarë kushtesh ose më saktë, pse liderët e botës, elitat e botës u mblodhen një ditë dhe thanë tani ne do bëjmë një rend të ri botëror, në kohë kur ishin këta po këto elita që e kanë krijuar rendin e vjetër botëror ose rendin aktual botëror, duke supozuar që rendi i ri është në ardhje ose nuk ka ardhur akoma. Është një pyetje shumë e drejtë. Ajo çfarë duhet shpjeguar mendoj në radh parë që ndryshimet sistemike, politike, gjeopolitike etj. Nuk ndodhin asnjëherë në një moment të caktuar, ndodhin në mënyrë graduale. Pra për shembull, nga viti 1945 deri në vitin 1990, ne kemi pas një rend bipolar të fuqia është ndarë midis Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Edhe pse shumë shkencëtarë të politikës e kanë konsideruar atë rend të bazuar në rregulla, pra pjesa e rendit të vjetër botëror, ai quhet rules based order. Në fakt ai ka qenë një rend lufte të ftohtë, e dominuar nga shumë lufta të ngrohta të vogla midis dy fuqive, Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik që mbështesin proksitë e tyre. Dhe sigurisht nuk ka qenë një rend i paqët. Rendi multilateral liberal i vjetër botëror, siç ne e shohim rendin e vjetër botëror në fakt, fillon në vitin 1990 kur Bashkimi Sovjetik bie, pra në vitin 89, SBA-ja kupton të ngele vetëm fuqi, superfuqi e botës, dhe nis dominimi amerikan nga viti 90 deri në vitin 2008 kemi jetuar në një botë unipolare, por arsyeja kryesore pse kjo ndodhi ishte fakti që Bashkimi Sovjetik dështoi ekonomikisht. Kur ti dështon ekonomikisht, ti s'mund të marrë dot nuk mund të mbash dot një perandori siç e kishte Bashkimi Sovjetik. Njerëzit fillojnë rebelojnë se nuk kanë bukë të hanë, sepse socializmi të njëjtën përfundim ka gjithmonë, dhe sigurisht që nga uria nis edhe rebelimi politik. Edhe kështu kalua nga një rend bipolar në një rend unipolar. Kuptohet që ushtrimet e shumta amerikane në lindjen e mesme, papërgjegjshmëria e elitave liberale në Amerikë dhe Evropë duke importuar emigracion masiv, politikat e klimës sigurisht nuk janë asnjëherë të mira, ose dhe politikat e ekstremit të majt, sigurisht që kanë shkaktuar shumë pakënaqësi brenda publikut amerikan dhe evropian, dhe sigurisht kjo është përdorur nga faktorë të tjerë si Rusia dhe Kina, që kanë kërkuar gjithmonë një rend të ri botëror, sepse rendi aktual i botëror i dominuar nga amerikanët nuk i lejon të bëjnë ato çfarë ato duan të bëjnë. Dhe në këtë kuadër ne kemi kaluar nga një rend unipolar amerikan, një rend më multipolar ku Rusia pak a shumë me aneksimin e Transnistres nga Moldavia, me pushtimin e Gjeorgjisë, me aneksimin e Krimes, me pushtimin e Ukrainës, por dhe Kina, e cila mbas marrëveshjes NATO të nënshkruar nga presidenti Bill Clinton u fuqizua pafundësisht ekonomikisht, sigurisht që kanë bërë që ky rend i ri botëror, ky rend botëror aktual të kalojë nga faza unipolare në fazën multipolare. Pra që dua të them Mario është një proces, dhe është sigurisht ka një kompleksitet arsyesh ku në një farë mënyrë dobësimi i perëndimit, por dhe ambicet hegemoniste të Rusisë dhe Kinës kanë sjellë në këtë një farë mënyrë rend të ri botëror. Kundërshtari i SBA-s në këtë rend të ri botëror, cili është? Cili shtet? Kina, Rusia? Kundërshtari i Shtetit të Bashkuar të Amerikës është Kina. Absolutisht, kjo në fakt është konsensus i disa administratave republikane, por veçanërisht administratës Trump dhe në mandatin e parë, u përmend në strategjinë e sigurisë kombëtare të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që përmendin në fakt Kinën si armikun kryesor të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Indo-Paqësorin si rajonin ku amerikanët tani do të fokusohen më shumë dhe jo me Evropën. Në këtë kuadër patjetër që Rusia shihet si një, nuk po them vëndaleat, por shihet si një armik shumë i vogël dhe shumë i paraqitshëm. Madje përveç strategjisë së sigurisë kombëtare është publikuar një strategji tjetër nga Shtëpia e Bardhë, dhe në këtë strategji flitej për, ose tregoi një grafik ku
NATO kishte një shpenzim total ushtarak për 27 trilion dollarësh dhe Rusia kishte 2 trilion dollar. Dhe kjo ishte dhënë nga si shembull nga administrata për të thënë që Rusia nuk është një rrezik i madh. Kjo vjen dhe për faktin që në fakt unë mendoj administrata aktuale amerikane e sheh Rusinë si aleat, sepse e kanë thënë dhe shumë vende të tjera Mario, por vlen mendon të përsëritet edhe këtu. Ka një diferencë midis si Rusia dhe Kina shohin të rendin botror që po vjen. Rusia kërkon një rend komplet të ri, pra sovranist, rajonalist, ku fuqitë e mëdha i ndajnë në hesapet me njëri tjetrin, ndërkohë që Kina kërkon pak a shumë të jetë rend botror, ndoshta me rregulla të ndryshuara, por kërkon vetë jetë hegemoni global, pra do që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, roli i policit të botës dhe hegemoni global t'i kalojë Kinës. Kështu që në këtë kuadër, nëse amerikanët me Trumpin duhet të ndryshojnë rendin e ri botror, kanë më shumë aleat rusët që kërkojnë të njëjtin rend, rendin sovranist e rajonalist, sa kanë kinezët që kërkojnë të zëvendësojnë amerikanët në drejtimin e botës. Dhe mos harrojmë që pse e them unë që kemi një rend sovranist dhe rajonalist që po negociohet midis Trumpit dhe Putinit, sepse Trumpi ka përmend vetë doktrinën Monroe, ideja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet kontrollojnë hemisferin perëndimor, u pa dhe me lëvizjen e Madurës, pra pushtimin e Venezuelës dhe largimin e Madurës nga pushteti, është parë me riemërtimin e gjirit Amerikës, gjirit Meksikës në gjirin e Amerikës, me kontrollin e kanalit Panamas, me përpjekjet për pushtuar Groenland dhe sigurisht edhe me përpjekjet për ta aneksuar Kanadan për ta mbështetur në 51, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan dominim në hemisferin perëndimor dhe kaq domethënë, nuk duan përfshirje në rajonet të tjera të botës. Rusia do pak a shumë diellë gjë nëse do në rajon tjetër, do dominancë totale mbi Ukrainën dhe Evropën lindore. Kështu që mendoj që është Kina armiku i Amerikës për shkak se Kina në ndryshim nga Amerika dhe Rusia e sheh botën ndryshe. Në këtë kuadër që ju thoni, SBA-ja është më pranë Rusisë se sa Kina? Po sigurisht, dhe në fakt Mario ka kjo nuk po ndodh tani për herë të parë. Në vitet 70, presidenti amerikan Richard Nixon ndoqi një strategji kuptohet i këshilluar nga këshilltari i tij për çështjet e politikës jashtme Henry Kissinger, i famshëm Henry Kissinger, që për të kundërbalancuar fuqinë e Bashkimit Sovjetik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë marrëdhënie me Kinën. Pra në atë kohë, Kina e tanishme ishte Bashkimi Sovjetik atëherë. Dhe që Kina atëhershme të mos bashkohej me Bashkimin Sovjetik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës zgjodhen të afronin Kinën dhe çfarë bën? Ndaluan së njëri Tajvanin si shtet pavarur dhe njohën në Këshillin e Sigurimit Kinën komuniste. Kjo është arsye pse Kina komuniste sot ulet në Këshillin e Sigurimit. Sepse deri më parë 72-shit apo 73-shit kur Nixoni bëri njojën në fjalë, në Këshillin e Sigurimit uli Republika e Kinës, që është Tajvani, dhe jo Republika Popullore e Kinës, që është Kina që ne njohim. Pra në atë kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shihen Bashkimin Sovjetik si rrezimin kryesor dhe kërkonin që ta ndanin Kinën nga Bashkimi Sovjetik, duke bërë këtë gjë. Tani është e kundërta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shohin Kinën si rivalin kryesor dhe po kërkojnë ta afrojnë Rusinë, në mënyrë që Rusia dhe Kina të mos bashkohen me njëri tjetrën. A e bën Trumpi këtë sepse e sheh kështu siç e shoh unë, siç e shihte Nixoni, siç e shihte Kissingeri, apo e bën se realisht ai me Rusinë është një ngjashmëri ideologjike, një ngjashmëri të tjera, kjo është tjetër muhabet, por që është e qartë që amerikanët po kërkojnë të përçajnë bllokun BRICS, po kërkojnë të përçajnë bllokun sino-rus, duke afruar Rusinë këtë radhë. Ka lindur së fundmi një ide, të paktën dhe kjo e artikuluar nga zoti Trump, që ai mund të rikandidojë sërish edhe për një mandat tjetër në krye të Shtëpisë së Bardhë, edhe pse ky mandat sapo ka nisur. Mund të ndodhë kjo, duke qenë se ne jemi mësuar që në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka vetëm 2 mandate sa i takon presidentit. Në aspektin ligjor dhe kushtetues nuk mund të ndodhë vot, pra nuk mundet dot që një president i cili ka shërbyer për 2 mandate, qoftë ato mandate konsekutive ose mandate jo konsekutive, në rastin e Trumpit dhe disa raste të tjera të veçanta, ku presidenti është zgjedhur një mandat, ka humbur zgjedhjen, pastaj është rizgjedhur sërish, kushtetuesa është shumë e qartë. Presidenti nuk mund të zgjedhë për më shumë se 2 mandate. Në rast se Trumpi kërkon të kandidojë, sigurisht që do të ketë përballje ligjore dhe nuk do ta lënë të kandidojë dhe primarët republikanë do të qëllohen pa Trumpin, edhe pse Trumpi mund ta konsiderojë veten kandidat, por të primarët demokratë nuk do ta njohin kandidaturën e Trumpit. Në rast se pastaj ka një loophole, pra ka një ngushticë kjo, si amendament kushtetues. Në rast se për shembull një i besuar i Trumpit kandidon për president, ton zgjedhet, ai mund të zgjedhë Trumpin si zëvendës president, të nisi mandatin e tij më 20 janar të vitit 2029,
mbas zgjedhjeve të 28, se edhe të ndrojë vendet me të japi dorëheqjen dhe president bëhet direkt Trumpi. Dhe madje kjo është unë e di këtë gjë jo se jam në mendje ndritur për këtë punë, se nuk jam konstitucionalist amerikan, por është përmendur domethënë, është përmendur si ide që Steve Bannon për shembull mund të kandidojë, të fitojë edhe t'ia lërë Trumpit vendin. Kjo është totalisht e lishme, por pastaj sigurisht do të përballet me shumë pengesa ligjore, sepse në rast se ti nuk e kandiduar, por i e bërë president sërish në një mënyrë apo një tjetër, sigurisht që edhe kjo është ndaluar. Unë mendoj që Trumpi nuk e ka seriozisht të pjesën e presidencës, sepse edhe mosha nuk e lejon, por kërkon në një farë mënyrë të lëkundë pllaka tektonike të demokracisë amerikane dhe globale, sepse Trumpi nuk është në qefli i demokracisë dhe kërkon të thyej sa më shumë tabu. Siç theu një tabu me Groenlandën, siç theu një tabu me Kanadan, siç ka thyer tabu me 5% në NATO, thyen tabu me të bordën e paqes, do të thyej edhe një tabu tjetër. Ka kërkuar të një tabu me çmimin Nobel të paqes, tani po kërkon të thyej tabun dhe me këtë çmendurinë e kandidimit për një mandat të tretë. Por që unë nuk mendoj që do ndodhë. Ka disa insinuata të krijuara edhe nga analistë të ndryshëm që thotë se ne jemi brenda një lufte të tretë botërore. E shikoni dhe ju kështu? Jo nuk e shoh kështu fare. Lufta e tretë botërore normalisht në rast se do kish nisur, ne do ta dinim. S'ka nevojë ta marrim me mend nga analistët të ndryshëm. Kuptohet, jemi pranë një konflikti armatosur global patjetër. Dhe sigurisht që unë madje kam bërë një parashikim në fillim që ne do të kemi një luftë të re të ftohtë tani më midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës. Ky parashikim deri tani është i saktë, edhe pse nuk ka asgjë të deklaruar zyrtarisht, por lufta botërore për shembull, lufta ftohtë, këtu do të thonë që lufta botërore është deklaruar zyrtarisht. Pra, për shembull, X shtet sulmon Y shtet, ky Y vend është një aleancë me një vend tjetër dhe sigurisht ai vendi tjetër për shkak të një marrëveshje që ka do të detyrohet ta mbrojë. Siç do ishte rasti për shembull nëse Rusia do të ikte mendja nesër, do të sulmonte Poloninë ose një vend të NATO-s dhe NATO do të aktivizonte artikullin 5 për të kundërsulmuar Rusinë dhe aty patjetër do të ishte një luftë botërore, një luftë e tretë botërore. Nuk jemi akoma dhe shpresoj mos jemi dash zoti në atë situatë, por padyshim që jemi në një sër konfliktesh proxy. Ukraina që është një konflikt proxy midis Perëndimit dhe Rusisë, kemi konfliktin midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, kemi një konflikt midis Somalisë dhe Somalilandit, kemi një gjenocid që po ndodh tani në Sudan nga forcat e RSF-s, Rapid Sudanese Forces, që janë mbështetura nga Emiratet e Bashkuara Arabe, kemi patjetër edhe luftën në Gaza, ku janë vrarë me qindra mijëra palestinezë, që ai sigurisht është një proxy konflikt. Dita që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kërkojnë me do e mos rrëzimin e regjimit të Iranit, i cili është në momentet e tij të fundit, në gramat e tij të fundit, dhe në rast se kjo nuk do të ndodh, amerikanët do sulmojnë, dhe madje janë afruar shumë luftëtani amerikanë afër Iranit tani më. Arabia Saudite vetë ka thënë që ne për të qetësuar Iranin, që ne nuk do mirëpresim manieret amerikane për të sulmuar Iranin. Ke shumë udhëtime në lidhjen e mesme që janë anulluar nga kompanitë e ndryshme fluturimi, sepse si duket ata dinë diçka që ne nuk e dimë dhe mund të jetë edhe kjo. Por nuk jemi akoma në fazën e një lufte të tretë botërore, jemi në fazën e ndërrimit të rendeve botërore, që sigurisht mund të jetë një fazë tranzicionale e shkurtër, mund të jetë edhe një fazë e gjatë, e cila mund të përkthehet në një luftë të dytë të ftohtë. Për shembull, lufta e parë e ftohtë e fundit dhe do ta mbyll prognozën e kësaj analizës time. Lufta e parë e ftohtë në një farë mënyrë perceptohet si një lloj rendi tranzicional midis rendit të luftës dytë botërore dhe rendit liberal unipolar të dominuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës pas viteve 90. Dhe ne tani mund të jemi duke jetuar në të njëjtën kohë. Pra një lloj lufte e ftohtë tjetër që ndan të rendin amerikan liberal nga një rend tjetër i botëror për cilën ne po flasim, por që nuk e dim çfarë do jetë akoma. Këto betejat proxy mund të jenë ndoshta plejada e këtij rendi të ri botëror si një fazë tranzitore midis dy rendeve. Ka një sulm mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër ka një afrim me Shqipërinë dhe Kosovën, kjo që na intereson. Çfarë shikon SBA-ja tek Shqipëria dhe Kosova, duke qenë si ka bërë pjesë të gjirit saj? Nuk mendoj që ka një afrim të Shtetet Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë dhe Kosovën. Ka një bashkëpunim ose ka një interes të shtuar të administratës aktuale amerikane ndaj luftës ndaj trafikut të drogës. Nëse administrata e kaluar, administrata Biden, fokus kishte korrupsionin.
administrata aktuale ka fokus në narkotrafikun, jo më kot të u rrëzuar dhe Maduro me idenë që mund ta diskutojmë a është e drejtë apo jo, e luftës ndaj narkoterrorizmit. Edhe vetë presidenti Trump ka kërcënuar edhe liderin e Kolumbisë Gustavo Petro që ti je i radhës, në rast se ti nuk ndalon kokainën që shkon te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kolumbia do shpahet një vend narkoterrorist dhe do të sulmohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç vetë presidenti Trump për shembull ka paremluar presidentin Sheinbaum të Meksikës që në rast se ti smeresh me kartelet e drogës që kontrollojnë Meksikën, mos harrojmë që Meksika është një narkoshtet si Shqipëria, ne do të sulmojmë. Që në këtë kuadër Trumpi sigurisht nuk e sulmon dot Shqipërinë dhe Kosovën, se nuk i ka ikë mendja, por ka një fokus të shtuar kur vjen puna ke lufta ndaj narkotrafiqeve. Thënë kjo, po të lexosh strategjinë e sigurisë kombëtare e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe strategjinë e re të mbrojtjes, sheqartë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rriqen nga Ballkani, nuk po shkon deri Ballkanit. Kjo është pak interpretimi im, që fokusi është hemisfera e perëndimit. Europa është më pak fokus, duke qenë Europa më pak fokus, edhe Shqipëria dhe Kosova sigurisht ngelen më pak fokus. Nga ana tjetër, Shqipëria dhe Kosova janë bërë pjesë e bordit të paqes, dy vendet e parë në fakt në Ballkanin Perëndimor që u ftuan për të bërë pjesë e bordit të paqes dhe pam atë bisedën shumë të ngrohtë midis presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe presidentit Trump. Kuptohet një bisedë shumë e ngrohtë dhe shumë e mirë që sigurisht si shqiptar do ta bëj patjetër krenar. Nga ana tjetër, Shqipëria dhe Kosova ishin pjesë e listës së 75 vendeve, të cilat qytetarët e cilëve nuk mund ta aplikojmë dot më për viza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për viza emigracioni, për ta shpjeguar, për që të qartë se ka pas goxha dezinformim të për atë pjesë. Ndërkohë që Serbia ishte i vetmi vend që nuk u bë pjesë në këtë listë nga Ballkani Perëndimor. Pra, ajo që dua të them Mario është ka ajo që në anglisht quhet mixed signals, pra ka sinjale të përziera në raport me çfarë qëndrimi ka administrata amerikane dhe Shqipërisë dhe Kosovës. Ka një tërheqje nga Europa, ka një tërheqje nga Ballkani, por mendoj që ka një konsolidim të marrëdhënieve të bashkëpunimit kur vjen puna tek lufta ndaj narkotrafikut që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani më e konsiderojnë rrezik kombëtar. Zoti Domi, ju e përmendët paksa takimin që pati Vjosa Osmani me presidentin Trump, po ashtu në rrjet edhe u hodh një tjetër ide që ka një afrim të tij me zonjën Osmani, duke lënë në një anë edhe marrëdhënie që ai ka pasur me kryeministrin e Italisë, zonjën Giorgia Meloni. Ju se keni parë këtë? Ekzaktuemi në kuadrin e gossipit, do të thënë, a do më shumë Trumpi Osmanin apo do Melonin, të paktën që sa e kuptova pyetjen tonë ashtu siç duhet. Por ajo që mendoj që duhet të thënë është që diplomacia kryesisht nuk funksionon me marrëdhënie personale. Trumpi në fakt e përdor të vibe-in ose ndjesinë që jep një lider për të vendosur mbi atë vend. Për shembull, një për arsyeve pse, dhe kjo është jemi në kuadrin e thashën femnare, por me që u posi bisedë, një për arsyeve që përmendet që ka të bëjë ndoshta me interesin që Trumpi ka pasur ndaj Kanadas, ka lidhje në fakt me konfliktin që Trumpi ka pasur me ish-kryeministin e Kanadas, Justin Trudeau, sepse sipas mediave dhe kjo është konfirmuar nga njerëz që kanë punuar afër Trumpit, Trumpi nuk është ndjerë fare mirë kur Justin Trudeau, për shembull, në një takim bilateral ka shprehur një afrimitet të tepruar me gruan, me bashortën e zotit Trump, Melania Trump, që është zonja e parë. Tani këtu jemi në kuadrin e thashë femnares, por ditet që Trump i ka ardhur në mendje marrja e Kanadas për kësaj gjëje, domethënë. Siç ne e dinim mirë që arsyeja pse Trumpi kandidohej për president në 2015-ën, dhe u zgjon në 2016-ën, dhe kjo është konfirmuar nga konsulenti Roger Stone, që bëri debut për Trumpin, ka të bëjë me faktin që në një mbledhje me mediat në vitin 2012, ku ishte Trumpi si miliarder, ai quhet White House Correspondents' Dinner, pra darka e korrespondentëve të shtëpisë së bardhë, presidenti Obama talli fëlliqi atëherë sipërmarrësin Trump në mënyrë të hapur në sytë të gjithëve. Dhe Trumpi në atë moment u fryu aq shumë, acarua aq shumë, pavarësisht se nuk e tregoi, dhe aty mori sipas Roger Stone, mori shkasën për të kandiduar për president. Dhe fundi që dua të them, po të vëmë në letrën që ai ka çuar kancelarive të Danimarkës, Norvegjisë etj. Për arsye se ai do të marrë Groenlandën, shkruaj tekstualisht aty, me që ju nuk ma dhatë çmimin Nobel të paqes, tani unë nuk dua të mendoj më për paqen. Pra, qartësisht duket që në ndryshim nga administratat e tjera, temperamenti i presidentit Trump në një farë mënyrë e lidh marrëdhënien që SBA ka me atë vend me ndjesinë ose perceptimin që Trumpi ka vetë personalisht për lidhjen e atij vendi tjetër. Kështu që Trumpi ka marrëdhënie shumë mirë me Melonin, por temi të gëzuar se Italinë e kemi aleat,
Trumpi ka me sa duket marrëdhënie shumë të mira me Vjosa Osmanin. Por këtë po prapë jemi të gëzuar sepse Kosova është zemra e Shqipërisë, apo jo. Në një kohë kur Albin Kurti nuk ka marrëdhënie të mira fare me amerikanët. Pra duhet një zbutse, duhet një amortizatore e këtyre marrëdhënieve dhe sigurisht që këtë rol po e luan presidenti Osmani. Dhe një pyetje të fundit, zoti Domi, pas sulmeve që u zhvilluan në Venezuelë, pas një aneksimi të mundshëm të Groenlandës, cili mund të jetë hapi i radhës i SBA-s? Kuba, Kolumbia, duke qenë se janë dy shtete që ka kërcënuar? Po nuk i preshtoj, mendoj që do të ketë operacione në Meksik. Mendoj që mund të kemi ndërrim regjimin në Kubë, mund të kemi ndërrim regjimin në Kolumbi. Këto janë gjëra të vogla tani më, sepse ne e pam çfarë bën Shtetet Bashkuara të Amerikës në Venezuelë, si detajet më vonë pas operacionit u treguan që aq të avancuar ushtarakisht amerikanët sa që kishin përdorur armë zanore dhe vetë rojet e Maduros, e presidentit Maduro, ose ish presidenti Maduro më saktë, tregojnë që për një moment të caktuar këta po filluan të vjedhin gjak nga hundët, nga veshët, për shkak të zhurmës së madhe që po shkaktonte armë amerikane. Pra, të tregon supremacinë absolute ushtarake e Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo vetëm në atë zonë, por në mendoj edhe në gjithë botën. Dhe sigurisht që hemisfera perëndimore praktikisht komplet në kyçin amerikan, në diktatën amerikan, ndërkohë pastaj presim marrëveshje për Groenland. Ajo çfarë është nga mediat kuptohet ka të bëjë në fakt me një marrëveshje të ngjashme që është bërë midis Britanisë së Madhe dhe Kipros, ku dy bazat britanike në Kipro, Akrotiri dhe një bazë tjetër i fillon emri me dhë, nuk po vjen në mendje tani. Pavarësisht se ishin baza ushtarake britanike, u konsideruan dhe territore britanike në momentin kur Kipro shpalli pavarësinë. Dhe kërkohet bëhet një marrëveshje e tillë, por bazat ushtarake amerikane konsiderohen dhe pjesë e territorit amerikan, edhe pse Groenlanda formalisht do të ngjelet në diktatën e mbretërisë danimarkës, do të ngjelet po prapë ishull autonom në mbretërinë e Danimarkës. Kështu që në këtë kuadër pres ushtime të tjera amerikane në hemisferin perëndimor, ndërrim regjimesh, shpresoj të ketë një marrëveshje midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kanadas, sepse Kanada në një farë mënyrë në përgjigje të idesë së shtetit 51 lidhi marrëdhënie ndërshkroi kryeministri Mark Carney një marrëveshje historike strategjike, bashkëpunimi strategjik me Kinën, që sigurisht kërcënon në mënyrë të menjëhershme Amerikën, diktatën e saj në hemisferin perëndimor dhe vetë doktrinën Monroe po rrjedhoi, dhe sigurisht që pres të ketë marrëveshje në Groenland. Qartë. Zoti Domi, faleminderit shumë që ishte me ne dhe për analizën tuaj.